Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi zhvilloi një vizitë në një prej bizneseve të Vlorës që shërben si pikë distribuimi të produkteve të ndryshme. Gjatë bisedës me drejtues të biznesit dhe punonjësit, Çuçi foli për paqen fiskale, një iniciativë e qeverisë për të lehtësuar më tej biznesin në mbar vendin. Për pronarin kam një lajm të mirë, domethënë do bëjmë një formulë për tatimin e fitimit, që do e quajmë paqja fiskale. Kjo është për pronarin. Formula është që për fitimin që do bësh si në vit mbi rritjen ekonomike, dhe do ta shpjegoj çfarë është kjo, do paguash vetëm 5% tatim fitimin. Çfarë do të thonë? Në qoftë se ekonomia e Shqipërisë do rritet me 2% vitin tjetër dhe fitimi jot është 5% nga viti, deri në 2% do tatosh siç e tatu deri më sot. Pastaj, nga 2 deri në 5 që e ke ti do tatosh vetëm me 5%, jo me 15%. Edhe këtë, kjo është një lehtësim që do i bëjmë ne biznesit për t'i dhënë frymë edhe për të akumulu edhe biznesi të pjesën e vetë të fitimit me tatim 5%, që është unike në gjithë Europën. 5% tatim fitimi sot nuk gjen në asnjë vend të Europës. Unë jam u them me bindje që Vlora me perspektivën që ka, me aeroport, me port jadesh, me port industrial, me gjithë bukuria, gjithë investime që po bëhen, nuk ka dhe nuk do ketë qytet më të jetueshëm mirë edhe me ekonomi më të fortë, me bindje të plotë të them në gjithë rajonet. Vlora është një perl që po merr vlerën e vet më në fund, edhe kjo fal Partisë Socialiste dhe dua t'ju them fal dhe Edi Ramës sepse ka qenë vizioni i tij që në fillim që është marrë me Vlorën, që është ajo që është sot edhe jemi ku jemi sot. Edhe kjo magazin, unë jam i bindur që ka pasur rritje në këto vite për shkak të zhvillimit ekonomik, për shkak të rritjes konsumit, për shkak të rritjes së mirëqenies. Kështu që ftesa ime, kërkesa ime, thirrja ime, quheni si dush, është që të na jepni një dorë për të marrë mandatin e 9 të Partisë Socialiste këtu në Vlorë. Mëteja i përmendi rritjen e pagës minimale në 400 euro dhe zotimin e qeverisë për ta çuar në 500 euro në muaj, duke filluar nga janari 2026. Çuçi e vlerësoi Vlorën si një nga qytetet me perspektivë të madhe ekonomike, me rritje të shpejtë të bizneseve dhe vlerës së pronës, teksa kërkoi mbështetjen me votë për Partinë Socialiste më 11 maj.